Loredana dhe Joz Marku janë dy emra që pas shtëpisë së famshme vazhdojnë të tërheqin vëmendjen e ndjekësve. Ata janë rikthyer sërish në qendër të diskutimeve pas disa postimeve që shumë i kanë interpretuar si kunja të ndërsjella. Gjithçka nisi me një Instagram story nga Jozi, ku ai publikoi një pjesë nga kënga e tij e titulluar "Po shprehem", të shoqëruar me një fjali që u pasi një mesazh me nënkuptim. Lyp ku të duash se më mirë nuk gjen. Kaq ka mjaftuar që rrjetet sociale të shpërthejnë me komente, sidomos pasi vetëm pak ditë më parë, Loredana kishte deklaruar se Jozi ka qenë i vetmi partner që ka pasur këtë vit. Por as Loredana nuk qëndroi në heshtje. Vetëm pak orë më vonë ajo publikoi një foto të re, të shoqëruar me një mbishkrim që shumë e lexuan si një përgjigje të drejtë për drejtë ndaj ish-partnerit. Lorat e tua tregojnë madhështinë time, të fala të dashurës. Ky reagim i saj u pa nga ndjekësi si një thumë biçart, jo vetëm për Jozin, por edhe për partneren e tij aktuale, një vajzë jashtë botës së famës, për të cilën ai kishte folur më parë publikisht. Dysha që dikur u komentua gjërësisht për raportin e tyre brenda shtëpisë së famshme, duket se vazhdon të ngjallë interes edhe pas ndarjes. Çdo postim, çdo fjali e tyre kthehet në lajm dhe ushqen thashë themet për një luftë të heshtur mes tyre. Se çfarë do të ndodh, na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.